Mirëmbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Rama deklaron në Asamblenë e Partisë Socialiste se çmimi i naftës parashikohet të rritet më tej. Qeveria do ndërhyjë me uljen e akcizës dhe nuk do lejojë abuzimet. Partia Socialiste ndryshon drejtuesit politik në disa qarqe si dhe në njësitë e Tiranës, nisin përgatitjet për procesin e zgjedhjeve të reja në struktura. Berisha deklaron se protestat e dielës do të jetë një kryengritje paqësore kundër qeverisë Rama, të gjithë në shesh për t'i dhënë fund narkoregjimit. Vjom të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare në Melia Resort në Durrës, kryeministri Rama deklaroi se çmimi i naftës parashikohet të rritet më tej. Ai tha se qeveria do të ndërhyjë me uljen e akcizës e po ashtu nuk do të lejojë abuzimet nga ana e tregtarëve. Rama foli dhe për drejtësinë, duke tërhequr vëmendjen se ajo është ende lart standardeve më të larta. Kryeministri Edi Rama shfrytëzoi mbledhjen e Asamblesë Socialiste për të ndalur sërish tek situata e çmimit të naftës. Çmimi i naftës jo vetëm që është rritur, por parashikohet që të rritet edhe më tutje. Për këtë arsye ne kemi vendosur në lëvizje bordin e transparencës, çka e kemi përdorur siç mund ta mbani mend edhe më parë, dhe po ashtu kemi marrë edhe një vendim që për çdo ditë kur çmimi do të kërcej mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Teksa paralajmëroi se situata mund të përkeqësohet, kreu i qeverisë sqaroi se qeveria nuk do të lejojë abuzimin me çmimet. Kemi deklaruar më parë dhe tani jemi në një fazë të avancuar të formësimit të një entiteti shtetëror i cili do të ndërhyjë në tregun e naftës, një entitet shtetëror që do të krijohet së shpejti, është duke u punuar për këtë dhe që do të marrë përsipër një veprimtari që do të shkojë nga garantimi i rezervës shtetërore tek monitorimi i vazhdueshëm i tregut dhe patjetër edhe tek sigurimi i furnizimit për të mos lejuar asnjë spekulim me çmimet. Rama ju rikthye edhe çështjes së drejtësisë, duke shpjeguar edhe një herë se përse mazhoranca nuk ndërhyn në çështjet e gjyqësorit. Ne nuk kemi asnjë pushtet me kapacitetin për të ndërhyrë në këtë zinxhir. Dhe nëse nuk ke kapacitet të ndërhysh në këtë zinxhir, siç ka ndodhur në të gjithë historinë përpara se sa ne të merrem përsipër këtë qasje rrënjësisht të re, atëherë nuk ke se si të kesh, e lërë më pastaj të akuzohesh për kontroll mbi pushtetin gjyqësor. Megjithatë pranoi se drejtësisë së re duhet kohë për të arritur në nivelet e larta të profesionalizmit. Nëse reforma në drejtësi dhe pavarësimi i drejtësisë do të ishte bërë 35 vjet përpara, sot do ishim duke folur gjëra krejt tjera. Dhe sot ne frymëzuesit, mbështetësit, udhëheqësit e reformës në drejtësi, jo vetëm që flasim gjëra të tjera nga ato që mund të flisnim nëse reforma do ishte bërë 35 vite më parë, por jemi detyruar të dëgjojmë edhe shumë gjëra të cilat absolutisht nuk na takojnë. Ashtu si në Asamblenë e Shtatorit, Rama lajmëroi se do të çojmë përpara ligjin për referendumin gjatë këtij sesioni parlamentar. Ne duhet të çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet.
se ka dhe temat të tjera që ma hamundja mua, do të na vlen shumë që t'i vendosim përpara shqiptarëve dhe t'u lëm shqiptarëve të thonë se kush është me kë dhe kush është për çfarë. Pas fjalës së kryeministrit, mbledhja vjoi me dyert të mbyllura në resortin Melia. Socialistët në Asamblenë Kombëtare vendosën të bëjnë ndryshime të forta të drejtuesve politik. Ato përfshin 6 qarqe të vendit e po ashtu edhe 13 njësitë e Tiranës. Partia po ashtu po bëhet gati për procesin zgjedhor të strukturave që do zhvillohet muajt që vijnë. Asambleja e Partisë Socialiste solli ndryshime të drejtuesve politik. Kryesocialisti Edi Rama emëroi Tauland Ballën si drejtues të qarkut të Tiranës, ndërsa kryeqyteti u besua Ogerta Manastirliut. Durrësin tashmë do ta ketë në patronazh Blendi Klosi, ndërsa Fieri i qëndron Belinda Ballukut. Ulcimania u emërua në qarkun e Dibrës, ndërsa qarkun e Lezhës do ta drejtojë Ermal Nufi. Edhe Shkodra ka ndryshime me Enea Karakaçin si drejtues qarku. Erjon Malaj do të drejtojë qarkun Kukës, ndërsa qarqet e tjera vijojnë pa ndryshime. Këtë të shtun kryeministri Edi Rama bëri ndryshime edhe brenda Tiranës. Eduard Çalsi do të jetë në Tiranë përkatësisht në njësinë 11, teksa më herët ai ishte drejtues politik i qarkut të Kukësit. Njësia 5 u besua Fatmir Xhafaj, Tauland Ballës dhe Erion Braçës, ndërsa Elisa Spiropali dhe Anila Denaj u caktuan në njësinë 13. Njësia 8 u besua sërish Igli Hasanit, teksa do t'i bashkohet edhe Vilma Premti. Damian Gjiknuri dhe Blerina Gjulameti mbeten në njësinë 4, ndërsa Lindita Nikola vijon në njësinë 1. Iris Luarasi dhe Dona Bilali u caktuan njësia 3, ndërsa njësia 9 do drejtohet nga Ogerta Manastirliu dhe Olti Muzaka. Gjatë mbledhjes, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi dha dhe datat për zgjedhjet brenda partisë. Zgjedhja e strukturave vendore të partisë do të zhvillohet në periudhën kohore, pra nga 21 marsi deri në 30 qershor, dhe kjo periudhë do të jetë ndarë në disa segment. Nga sot deri në 16 prill do jetë njohja dhe analiza e çdo organizate. Nga 16 prillin 13 maj do të mbahen zgjedhjet në organizatat socialiste. Nga 16 maj në 12 qershor do të mbahen zgjedhjet e kryetarëve të partisë në bashki. Dhe mbas 12 qershorit deri në 30 qershor do të bëhet konstituimi i organeve tona lokale. Klosi ritheksoi edhe rëndësinë e përfshirjes së diasporës në proces. Diaspora nuk është një element dytësor. Ajo është pjesë organike e rezultatit ton politik. Gati 200.000 vota të vlefshëm diasporë dhe 61.1% e votë për PS-n tregojnë se shqiptarët jashtë vendit e ka lexuar Partinë Socialiste si forcën më të qëndrueshme dhe më përfaqësuese për të ardhmen e vendit. Tashmë Partia Socialiste pritet të nënshtrohet procesit organizativ që do të kulmojnë me zgjedhjet e reja në struktura. Hapi radhës për Partinë Socialiste Sali Berisha u bëri thirrje shqiptarëve të bashkohen opozitës në protestën e të dielës, sipas tij tubimi do të jetë një kryengritje paqësore që synon të jap fund qeverisë Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një bashkëbisedim online me qytetarët ku ndalte protesta kombëtare e paralajmëruar për ditën e diel në orën 18. Ai u bëri thirrje shqiptarëve të marrin pjesë masivisht në protest, duke e cilësuar atë si një reagim të domosdoshëm kundër qeverisë. Shfrytëzoj rastin të bëj thirrje qytetarëve shqiptar të përmbushim detyrën tonë ndaj këtij regjimi, të ngrihemi fuqishëm kundër Edi Ramës dhe organizatës tij kriminale, e cila më së fundi mbylli dhe dyert e Europës për Shqipërinë me mburojnë që krijon për vjedhjet e tij dhe të organizatës tij kriminale. Berisha zbuloi gjithashtu disa detaje nga organizimi i protestës, duke theksuar se deputetët e opozitës nuk do të jenë në vit të parë. Sipas tij, ata janë udhëzuar të qëndrojnë pranë protestuesve të zonave që përfaqësojnë si pjesë e një strategjie për të rritur koordinimin dhe pjesëmarrjen. Deputetët kanë porosi të mos rrinë të partë, por të shkojnë kryesisht tek qytetarët e rrethave të tyre e zonave të tyre në protestë. Në të njëjtin komunikim, Berisha komentoi edhe zhvillimet brenda Partisë Socialiste, duke thënë se Belinda Balluku mund të zgjidhet sekretare e përgjithshme e PS-s. Sipas tij, kjo lëvizje do të tregonte forcimin e pozitës së saj brenda partisë. Përkundrazi, dëshmon se Edi Rama është
tërësisht i kapur nga balluku dhe shef force e ballukut, mos u çudit nesër që ajo të zgjidhet sekretare e përgjithshme e Partisë Krimit. Apo sot, se kur e ka ratë mbledhje. Po ashtu, kreu i Partisë Demokratike sqaroi se në dosjen Balluku nuk përfshihet asnjë përfaqësues i opozitës. Ai shtoi se deputetët kanë pasur akses vetëm në raportin e SPAK dhe janë përgjegjës ligjërisht për ruajtjen e tij. Një aksion për çlirimin e hapësirave publike është zhvilluar në zonën e ish-bllokut në qendër të Tiranës. Policia bashkiake hoqi karrige, tavolina, si dhe struktura të tjera që ishin vendosur në shkelje të ligjit. Policia bashkiake ka ndërmarrë një aksion në zonën e ish-bllokut për lirimin e hapësirave publike të zëna në mënyrë të palishme nga disa biznese. Gjatë kontrollit në terren, u vure se subjekte të ndryshme kishin zaptuar trotuarët dhe lulishtet, duke vendosur karrike, tavolina dhe elementë të tjerë, pa respektuar rregullat dhe kufit e përcaktuar. Si pasojë, strukturat e bashkisë ndërhyn menjëherë, duke i hequr dhe sekuestruar këto pajisje. Kemi filluar një aksion në të gjithë Tiranën, ku do të shikojmë të gjithë ata të cilët kanë abuzuar me hapësirat publike. Ne jemi të gjithë pro biznesit, pro zhvillimit të qytetit tonë, por duam që të gjithë të jenë me kushtet të barabarta. Dhe për këtë gjë, ne bashkërisht me Policinë Bashkiake, me të gjithë drejtoritë e tjera, drejtorinë e taksave të bashkisë, po i monitorojmë dhe në rastet do të gjejmë shkelës të cilët nuk paguajnë hapësirën që zënë, Policia Bashkiake do të marrë karrige, tavolina dhe të gjithë objektet që ata kanë vendosur mbi këtë hapësirë publike. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Blendi Sulaj, theksoi se hapësirat publike janë prone e përbashkët dhe duhet të shërbejnë qytetarëve, jo të zihen në mënyrë abuzive nga subjekte të caktuara. Hapësirat publike janë të qytetarëve të Tiranës dhe të gjithë të tjerëve, të cilat duhem të jetojmë të gjithë bashkë në këtë qytet. I bëj thirrje të gjithë bizneseve, të cilat kanë shumë kujdes me shfrytëzimin e pamas të hapësirave publike. Ne nuk do ta lejojmë këtë gjë. Do jemi gjithkohë në monitorim. Aksione për lirimin e hapësirave publike po vijnë në të gjithë kryeqytetin për të parandaluar zaptimin e tyre nga subjekte të ndryshme. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza po bëhen testet e reja që zbulojnë saktësisht problemet me veshin e brendshëm. Deri dje mjekët përdornin teknika të vjetra për të diagnostikuar problemin që shpesh ngatërohej me sëmundje të tjera. Problemet me veshin e brendshëm, të cilat shpesh shfaqen me marrëmendje si një nga shenjat e para, janë mjaft të përhapura në popullat. Megjithatë, sipas mjekëve specialistë, jo çdo problem me ekuilibrin ka si shkak kryesor veshin e brendshëm. Veshi i brendshëm në fakt është një ndër receptorët e ekuilibrit. Pra, njerëzit që kanë probleme me ekuilibri, jo detyrimisht kanë probleme me veshin e brendshëm. Dhe kjo është e rëndësishme sepse ne shohim një numër shumë të madh pacientësh me marrëmendje, por jo të gjithë realisht kanë probleme ORL. Kanë probleme të syve, probleme neurologjike, probleme të trurit. Ndërsa më parë vlerësimi i këtyre pacientëve bëhej kryesisht në mënyrë klinike dhe përmes ekzaminimeve imazherike, tashmë në QSUT ka nisur funksionimi i kabinetit vestibular, ku do të kryhen një sër testimesh për të përcaktuar diagnozën e saktë. QSUT-s për disa dekada i ka munguar ky vlerësim. Pra, vlerësimi i pacientëve bëhet thjesht me anën klinike dhe me vlerësimet imazherike. Ne tashmë nëpërmjet këtij kabineti, në cilin bëhet më shumë se një test, bëhen 5-6 teste, arrim që të evidentojmë me detaje nëse problemi është apo jo i veshit brendshëm, e nëse është i veshit brendshëm, cila pjesë e veshit brendshëm e ka në fakt problemin. Dhe kjo pastaj do të udhëheqi trajtimin, rehabilitimin e pacientit. Për më shumë, shefja e shërbimit ORL, Brikena Qirjazi, shpjegon në një intervistë për Vision Plus se cilat janë këto teste, si kryhen dhe çfarë trajtimi duhet të ndjek pacienti pas testimit. Në këtë kabinet kryen disa lloje testimesh. Testimi më i vitur që kanë qenë bërë dhe më përpara në QSUT është prova kalorike që bëhet duke ngacmuar veshin me ujë të ngrohtë dhe me ujë të ftohtë. Është një ndër testimet. Kariga rrotulluese, që ashtu është një lloj testimi tjetër. VHIT-i është prapë një test i cili kontrollon kanalet që janë në veshin e brendshëm. Pastaj janë edhe një tuftë të tjera ekzaminimesh që kontrollojnë lëvizjen e syrit, nëse si është ai në gjendje të ndjeki spostimet e kokës ose lëvizjet e trupit. Ka disa lloje trajtimesh, të cilat sigurisht varet nga shkaku.
Në fakt, në disa raste do të kishte sens të bëhet dhe rehabilitimi vestibular, i cili në Shqipëri nuk është shumë i specifikuar ose i specializuar. Rehabilitimi vestibular bëhet në fizoterapeutët, nuk është pjesë e ORL-s, dhe nuk kupton një grup ushtrimesh të cilat ndërtohen në mënyrë të individualizuar në varësi të problemit që ka pacienti. Sipas të dhënave nga QSUT, rreth 1/3 urgjencave të ORL-s përbëhet nga pacientë që paraqiten me marrje menç. Një aksident rrugor është regjistruar në zonën e Qafsanës, ku një kamion është përmbysur duke shkaktuar ndotje të konsiderueshme në rrugë. Si pasojë e këtij aksidenti, në asfalt është derdhur vaj nga mjeti, çka ka bërë segmentin tepër të rrëshqitshëm dhe të rrezikshëm për qarkullimin e automjeteve. Fatmirësisht nga aksidenti janë shkaktuar vetëm dëme materiale pa persona të lënduar. Në vendngjarje kanë bëritur menjëherë shërbimet e policisë, të cilat po menaxhojnë situatën. Ura e Milotit është rihapur këtë të premte për qarkullim, por pavarësisht kohës së gjatë që morën punimet për të ndërhyrë në sigurimin e strukturës së saj, drejtuesit automjeteve thonë se punimet e reja nuk e kanë përmirësuar situatën. Pas plot 8 muajsh izolimi dhe pritjeje, ura e Milotit në aksin e vjetër Lezhë-Laç u riha për qarkullimin e automjeteve këtë të premte me 20 mars. Ndërhyrja në këmbët e saj u konsideruar e domosdoshme për shkak të rrezikut, por ajo që qytetarët gjetën pas rihapjes nuk i ngjan një investimi të përfunduar siç duket. Në vend të një rruge të sigurt dhe funksionale, drejtuesit e mjeteve përballen me trase të dëmtuara, të mbushura me gunga, që jo vetëm e vështirëson qarkullimin, por rrezikon seriozisht dëmtimin e automjeteve. Për shumë prej tyre, kjo situatë është zhgënjuese dhe e papranueshme, sidomos pas një periudhe kaq të gjatë bllokimi që ndikoi drejt për drejt në jetën dhe lëvizjen e përditshme. Si sa është po poshtë nuk i diet, po lart është cop. Shi domethënë na kanë blokuar tash 3 muaj dhe asnjë gjë prap, pak të shtrohet dhe lart, si çu të përfunduar. Mirë, ja bon se hapën, po se përfunduan deri në fund. Ta kishin qu deri në fund, masi u bën 8 muaj bllokuar tash, ta kishin bë deri në fund do të ishte më mirë. Pa gunga, e njëjta gjë është, sikur çka që në herën e parë. Rihapja urës e Milotit, që duhet të ishte një lehtësim për qarkullimin, duket se po kthehet në një burim të ri shqetësimi, duke ngritur pikpyetje mbi cilësinë e punimeve dhe përgjegjësinë për një investim që sipas qytetarëve mbetet larg standardeve të duhura. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.